Deputetja e Partisë Socialiste dhe ish-ministre e jashtme Elisa Spiropali ka depozituar në Asamblenë e Partisë një mocion për hapjen e dialogut kombëtar mbi marrëveshjen e re për Shqipërinë. Spiropali, e cila prej muajsh është kthyer në një nga zërat më kritik brenda Partisë Socialiste, përmes mocionit të dorëzuar dhe të bërë publik, kërkon më shumë demokraci në parti, ndarje të qartë mes shtetit dhe politikës, si dhe një administratë publike në shërbim të qytetarëve. Nga oborri i parlamentit, deputetja socialiste deklaroi se mocioni nuk paraqet kurse si fraksion apo përçarje. As për ndarje, as për përçarje, kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste të Partisë Socialiste edhe të shoqërisë shqiptare. Ne duhet t'i përgjigjemi qytetarëve, jo me arrogancë, po me përullësi, duke i dëgjuar dhe duke i kanalizuar në rrugë edhe institucionale kërkesat e tyre. Në dokumentin e dorëzuar, Spiropali kërkon rikthimin e një debati parlamentar të bazuar jo tek numrat, por tek cilësia e diskutimit, sa i takon drejtësisë, të cilin e cilëson si një nga çështjet e rëndësishme. Ajo thekson se duhet të jetë e lirë të hetojë kudo, ndërsa politika duhet të mësojë të respektojë pavarësinë e saj.